Ju përshëndes të nderuar shikues, mirë se erdhët në Sport Focus. Sot kam kënaqësinë të ndaj studio me një futbollist i cili ka dhënë shumë kombëtarës shqiptare dhe nëse do thoja që është protagonist i Europianit, pa diskutim që gjithë ju do gjeni që është Yasir Hasani, nderuar që kam në studio, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Hasani, kemi shumë për të folur në fakt për ju, por fillimisht do doja t'ju pyesja rreth kampionatit ku jeni aktivizuar në Iran, çfarë po ndodh, duke marrë parasysh edhe zhvillime gjeopolitike. Është pezulluar kalendari? Po, tani me se kam folur me pjesën e klubit, ka shumë ditë që nuk bëjnë stërvitje për shkak situatës si që dim gjithë atje. Edhe kampionati është anullu edhe nuk do vazhdoj, me se kam marrë informacione nga klubi që kampionati mbillet, edhe tani vetëm presim që situata qetësohet, që të fillojmë përgatitje për sezonin tjetër. Më rëndësi është që gjithë tifozët tonë i kena botë lumtur normale dhe dolëm kampion me vendin e parë. Po, dhe gjatë kësaj periudhe ti je vendosur në Shqipëri, pra je pushim le temi aktualisht, nuk po, është je do të aktiv. Po, tani për tani jam pushim edhe mendoj gjithë, ma shumë kohë kam qenë në Maqedoni, ke familja, kam ardhe në Shqipëri, por tani duhet që edhe une të filloj stërvitjen si që kam bërë ke Partizani, tani do iki ndoshta në Dubai të një ekipi imi që e njoh trenerin atje, mund të filloj stërvitjen që po pres deri sa të marrim sinjalin pozitiv që mund të kthehemi në Iran që të vazhdojmë edhe përgatitjet atje për sezonin e ri. Okej, pra do të jetë më shumë një periudhë stërvitore, po thua për qenë aktiv, apo jo dhe që pa diskutim çdo futbollisti duhet të jetë aktiv, por nga situatat e vështira ndonjëherë lindin edhe disa ide që nuk i mendonim. Ka në këtë moment një ide, një propozim, një ofertë? Me të thënë drejtën, unë gjithmonë e kam pas atë në kokë që kam shkuar te një klub që është një klub shumë i madh në Azi. Estegali edhe për momentin nuk i kam menduar një largim nga Estegali sepse ka marrë një respekt, një dashuri të madhe nga gjithë, ndash nga klubi, ndash nga Irani, këtë komplet populli, por gjithsesi me thënë drejtën kam edhe në Spanjë, edhe në Arabi, edhe në Japoni kam disa oferta. Po, kam oferta, por tani për tani nuk mund të them që të lëvizi për shkak se transferimet që mbillet edhe nuk ke si lëvizën derisa përfundojnë kampionatin e për Evropë që janë. Mund të dim se cili ekip në Spanjë bëhet fjalë? Nuk kam përmend ekipa, nuk dua sepse ndash informacion. Ndoshta po me thënë drejtën jam 95% që në Spanjë do e mbylli. Me 90% për në Spanjë. Po. Okej, ekipin? S'do na japësh ndonjë sinjal, është ekip i madh? Po, është një ekip shumë i madh. Okej, mrekulli. Kjo garanci do të shohim edhe pak më afër në Europë. Nuk e di nëse ka qenë edhe kërkesa e tifozëve të tu vazhdimisht, e familjes apo jotja personale, sepse ke luajtur më shumë larg. Kam luajtur shumë larg, por tani me thënë drejtën edhe Irani është shumë afër se ku kam qenë në Kore dhe është nga Stambolli 2 orë dhe nuk ka shumë larg, jemi mësuar, por gjithsesi tash normal. Kur vjen një ofertë shumë e madhe nga një klub shumë i madh në La Liga, do e mendojsh, nuk mund të thësh jo direkt, por gjithsesi thash duhet me fol edhe me klubin ku jam unë. Aktualisht Estegali edhe të shohim që do të zgjidhe më mirë sepse edhe kur bën shumë pushim nuk është mirë për një lojtar. Okej, e vërtet. Patjetër urojmë të gjendet çfarë është më e mira fakt për karrierën tënde si futbollist, sepse ce ka dhënë fillim, një futbollist jo për ta thënë sepse jeni ju këtu, por që gjithë tifozët e përmendin emrin tuaj, sidomos si një memorie e mirë dhe pozitive në Europian. Golat e Hasanit ishin ato të cilët e bën në fakt Europianin më të bukur. Dhe ndoshta duke qenë se kundërshtari Polonia Europianit fati deshi që të përballeshim dhe në botëror të gjithë mendonin që do kishte një ftesë për Yasir Hasanin. A u zgënjyet që nuk e kishit një të tillë? Me thënë drejtën, unë ishe shumë i përgatit për atë ndeshje sepse gjithë, jo vetëm unë gjithë çunat edhe që s'kanë qenë në grumbullim, pa marrë parasysh ka pas shumë çuna që edhe kanë qenë në të lundum apo nuk kanë bërë shumë në për ekipet e tjera. Por gjithsesi treneri ka qenë ai që vendosën edhe çdo gjë, por me thënë drejtën unë normal, çdo lojtar i mërzit edhe nuk diskutohet, unë kam qenë sepse kam luajtur pikërisht kundër Polonias dhe isha i mërzit, por qa me bë futbolli ka këto duhet të vazhdojmë përpara dhe që një ditë, inshallah, edhe ne të kualifikohemi në botëror. Arrim. Mirë, po pas përfundimit të ndeshjes, që fatkeqësisht pra nuk e morëm, do të pikërisht në Varshavë u ndale dhe ëndra e madhe, dhe pse shkuan deri në play-off, Hasani një ngjarje historike për Shqipërinë. A mendove në ndonjë moment që nëse do kisha qenë unë aty, fati kësaj ndeshje do ishte ndryshe? Kur mbaron ndeshja është shumë e vështirë me thonën po t'isha unë apo po t'isha ai do kishe qenë ndeshje tjetër. Me të thënë drejtën, gjithë lojtarët kush kanë qenë aty kanë dhënë maksimumin për më kualifiku, për me kalu Poloninë.
por mendoj se mund kisha qenë paktën në pankinë, ose mund kisha marrë disa minuta, sepse kam luajtur gjithkohës me ekipin tim, me Esteghlal, në kampionatin e iranian ose në Champions League, isha në formën e mirë, por si që thëmë, tani treneri vendos zgjedhjet e duara dhe çfarë thot treneri ne do bëjmë. Ajo është arkitekti i skuadrës. Ajo është gjithë, edhe ne do të jemi të lumtur edhe që vim. Absolutisht po, dhe ti e di shumë mirë që fusha në fakt që shumë surpriza, nuk është se gjithçka varet nga një formule vetme, pra ka shumë arsye që ndikojnë te fitoria apo tek humbja, por dëshira ishte shumë e madhe për kualifikimin deri në botëror. Ke pasur kontakt me Silvinho ndoshta edhe pas këtij momenti? Është një trajner që në fakt ty të ka grumbulluar apo jo për Me thënë drejtën, unë respektin ndaj Silvinhos e kam shumë të madh. Nuk do harroj asnjëherë, sepse po mos kishte qenë Silvinho, besoj se nuk do isha thirrur asnjëherë në kombëtarën. Sepse isha shumë larg Evropës, isha në Kore dhe ndoshta edhe ajo ndikon shumë në sport, por për mua, për stafin, për presidentin Duka, për gjithë jam mirënjohës edhe nuk ljaroj asnjëherë dhe jam falendërues që ma kanë dhënë atë shans që e kam qenë fëmijë që e kam pas dëshirë që i ditë lozi për kombëtarën shqiptare, edhe për mua, edhe mos me qenë fare në pankinë ose në tribunë, për mua gjithmonë do i falenderoj nga zemra dhe do jem mirënjohës për gjithë jetën. Mirënjohja është të treguhet si njerëz të ndëng, kështu që është gjë shumë e mirë, në fakt dhe pozitive. Për sa i përket Silvinhos, meqense jemi këtu, është një emër që në fakt po diskutohet që e ka mbyllur ciklin e tij me kombëtaren shqiptare. Ju personalisht si e gjykoni? Mendoj se është momenti që të jetë një fytyrë e re në drejtimin e kombëtares përgjithësi? Po mos ta harrojmë tani sepse Silvinho ka bërë një punë shumë të rëndësishme te kombëtarja. Patjetër, po. Edhe mendoj se tani presidenti gjithë e dinë që Silvinho ka bërë një punë shumë të mirë, gjithë bashkë, dhe mendoj se ato zgjedhjen e duhen ta dinë ato mas miri çfarë është më e mira për ekipin kombëtar. Unë mendoj se për mua ka bërë një punë të jashtëzakonshme që nuk do harrohet asnjëherë Silvinho për këtë punë që ka bërë. Le të themi e ka lënë edhe ai emrin e tij, epoka Silvinho. Është fut në histori, nuk mundesh. Europiani dhe play-offi botëror, pa diskutim që janë arritje mirë. Do doni që kombëtaren Kuqezi ta drejtonte një trajner shqiptar? Pa më parasysh kush vjen, është i mirë se ardhur, si gjithmonë, por tani për tani e kemi akoma Silvinhon, edhe mendoj se gjithë ekipi është i lumtur, edhe kemi bërë, siç kemi thënë, çdo edhe ndeshje me Poloninë, ndeshje me Ukrainën, miqësorën, kemi dhënë maksimumin ton, por me pak fat nuk ja dolëm kundër Polonisë, ndonjë fati ndikon, por gjithsesi mendoj se Silvinho ka bërë punë shumë të madhe që gjithë karrierën atij do jetë si një histori. Mirë, atëherë Hasani, fakt për të ndalur edhe te kampionati shqiptar, jo në tërësi se nuk e di se sa ka pasur mundësi ta ndjekësh, por me Partizanin si një ekip me cilin ke luajtur dhe madje keni fituar edhe titullin kampion apo jo? Unë Partizani është shtëpia ime e ditë. Ashtu, kështu që Demat e Kuq në këtë moment me Dinamo në garë për vendin e 4 për Kupat e Europës. Si e keni parë rrugtimin në këtë sezon? Për të thënë vërtetën, nuk ka nisur mirë. Trajneri Dyt Kërnaja u shkarkua vetëm 3 javë përpara se të mbyllej ky sezon, dhe tashmë gara është e vetme, vetëm për vendin në Final Four. Unë mendoj se sezoni është shumë i gjatë dhe kur fillon me ulje dhe ngritje do kesh gjithmonë në futboll. Ka bërë një sezon, me të thënë drejtën, jo shumë perfekt, sepse po e shohim se tash është afër në vendin e 4 me Dinamon, por mendoj se çdo gjë, besoj se Partizani ka gjitha mundësitë për të arritur në Kupën e Evropës, sepse është një ekip shumë i madh me emër, edhe sidomos presidentin temi nuk e harrojmë dot asnjëherë, sepse për mua ka qenë i pari që më ka dhënë një mbështetje shumë të madhe, pa marrë parasysh a kam luajtur a nuk kam luajtur, ka qenë gjithmonë te ekipi, me tifozët, me klubin, ka bërë gjithçka, edhe ja ka plusu edhe çunave tani që e kanë stadiumin e vet, fushat, gjitha kolozën, ka krijuar kushtet që nuk e di në shumë vende tjera i kanë këto kushte, por mendoj se Partizani ka gjitha mundësitë që të kapë Kupën e Evropës. Fakti që do të jetë vetëm stafi dhe zëvendës trajneri deri në fund të kampionatit, e gjykoni si një hap të drejtë? Pra, kur kam mbetur vetëm 3 javë së fundit për të luajtur? Unë nuk mund të them që është i drejtë apo jo, sepse nuk jam aty. Si futbollist, pra, nëse trajneri juaj vetëm 3 javë para mbylljes kampionatit të çunat janë gjithë gatshëm për me luajtur për atë panel, edhe mendoj se gjithë pa më pasish a do ketë trajner, nuk do ketë, çunat do të futen fush për me fitu ndeshjen.
Çunat ato janë që vendosin ndeshjen, çunat janë ato që japin një mbështetje të madhe i trajnerit apo kush det në stol kësaj jave ndeshjes. Patjetër, urojmë shumë suksese Partizani dhe gjitha ekipeve, ndoshta një element që do dohet për gjithë kampionatin në tërësi. Pra kemi një garë mes Elbasanit dhe Vllaznisë, teksa Tirana, një ekip shumë i madh, është ende në luftë për mbijetesë. Një koment përgjithshëm për panoramën e këtij kampionati? Unë mendoj se Vllaznia ka bërë një sezon shumë të mirë. Edhe ka treguar që ka lojtarë shumë të mirë me kualitet, prandaj janë në vendin e parë. Po edhe Tirana ka një ekip shumë të mirë. Pasi e fitoi derbin, besoj se do ngjiten më lart në pozicion, sepse është një emër i madh në Shqipëri, Tirana. Unë mendoj se do e kaloj edhe Tirana ata fazën që të kalojnë qetërinë në Superligë. Mirë, të shohim, të shpresojmë 3 javët e fundit numërimi mbrapsht ka nisur për ekipet, teksa ky sezon pothuajse ka ofruar një tablo tashmë të qartë, por ka edhe disa gjëra që patjetër do vendosen pikat mbi. Asani tashmë 30 vjeç apo jo? Pa. Për futbollistët mosha ndonjëherë është edhe kriter kufizues, por ka dhe raste si Modric apo Ronaldo që vërtetojnë dhe të kundërtën, që janë ende në superformë. Megjithatë, teksa vitet kalojnë, a ka një ëndër ende në sirtar gjithmonë i referuar këtu karrierës për një ekip cilin ju do dëshironit të luanit? Po tani akoma jemi trises, nuk ka lidhe më duket mosha shumë në futboll, sepse ka treguar shumë lojtarë të mëdhenj dhe po tani për tani si tash jam te ekipi në Iran, te Istiklal, dhe dëshira ime ka qenë gjithmonë që të lozin një ditë në La Liga. Në La Liga. Por besoj se do më plotësohet dëshira inshallah dhe shohim tani me kohën si do jem, sepse unë jam nën kontratë akoma me klubin. Kush ka qenë dëshira juaj? Jo me kë do firmosni, pra dëshira juaj ose ëndra juaj në La Liga me cilin ekip ka qenë? Po, unë kam qenë tifoz i Barcelonës, me të drejtën, por tani kam edhe disa ekipa që më kërkojnë, por më thënë dëshira më e madhe ka qenë vetëm të jem pjesë e La Ligës në atje që të lozi. Por tani për tani si tash jam nën kontratë dhe nuk e di se çfarë do bëj për shkak se situata atje është qetësue, por me punën e internetit pak vështirë sepse nuk kanë shumë internet. Edhe tani do brenda 2-3 javë do e shohim përfundimisht çfarë do jetë zgjidhja. Shumë mirë, të shpresojmë që sa më shpejt të keni një zgjidhje, një spektër të qartë pak për të ardhmen tuaj, sepse është e rëndësishme të kesh sa më shumë aktiv jeni në futboll, ndërkohë teksa jemi drejt fundit, ndoshta ta mbyllim kështu me një kujtim më të bukurin që keni deri tani në futboll në fushën e blertë. E di që mund të jetë shumë ndeshje, por ka shumë ndeshje, nuk diskutohet, po kujtimi më i bukur është kur shkum në Evropian me kombëtarën për herë ditë. Ai është momenti më i bukur. Ai është momenti më i bukur. Më shumë emocionoi fakti. Ka qenë ndeshja e parë me Italien, që gjithë ata tifozë në stadium duke prit ndeshjen të filloj himni edhe duke porhitur gjithë nga i pare. Aty kanë qenë dhe golat më të bukur apo jo? Aty kanë qenë gjitha dhe mendoj se do jetë kujtimi më i bukur i jetës. Po tifozërin, ku e keni më dashur? Po tani për tifozëri, sepse me thënë drejtën këtu kur kualifikum në Evropian kanë qenë anë mbambotës shqiptarët që kanë bërë spektakël, por nuk duhet të harrojmë edhe që edhe në Iran ekipi im ka një tifozëri shumë të madhe, mund të them 80 milion në Iran brenda, sepse është ekipi më i madh në Azi, nuk është vetëm në Iran, në Azi, edhe atje është tifozëria shumë e çmendur edhe prandaj ndoshta po e mendoj ti ndaj këto tifozëri, por e kam edhe shumë vështirë të lëvizi për shkak se tifozëria më dojnë atje shumë edhe klubi normal edhe. Patjetër, se tifozi është edhe një futbollist më shumë, e themi në lojë dhe ndihmon. Asani një mesazh ndoshta për gjithë ata cilët të duan, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, edhe kudo në fakt që të ndjekin për tifozët, çfarë ju premton? Po, u premtoj që shumë shpejt do kthehem me një ekip shumë të mirë, edhe të vazhdoj që të lozin kampionat më të mirë në botë. Shumë faleminderit, ju uroj shumë suksese dhe faleminderit shumë që